Dituria është thesari madh që nuk shterohet kurrë. Dituria është thesari madh që nuk shterohet kurrë. Kjo thënie ndikuese thekson vlerën e pamasë dhe natyrën e përjetshme të diturisë. Kurani ofron ajete të shumta që theksojnë rëndësinë dhe vlerën e diturisë. Allahu në surën Zumer, ajeti 9, thotë: A janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Vetëm ata do të kujtojnë, të cilët janë njerëz të arsyeshëm. Ky ajet nxjerr në pa dallimin ndërmjet atyre që posedojnë dituri dhe atyre që nuk e kanë. Ajo thekson se dituria është një mjet për të krijuar dhe kuptuar, duke ngritur lart ata që e zotërojnë atë. Për më tepër, në surën Bekare, Allahu thotë: Ai i jep urtësi kujt të dojë, e kujt i është dhënë urtësia. Sigurisht që i është dhënë begati e pakufishme, por këtë nuk e kupton tjetër kush përveç mendarëve. Ky ajet nxjerr në pas se urtësia e cila rrjedh nga dituria është dhuratë nga Allahu. Ai është një burim i mirësisë së pamasë dhe kuptohet vetëm nga ata që kanë kuptueshmëri. Thënia e Imam Aliut na përkujton natyrën e përjetshme të diturisë. Nuk është një burim i kufizuar që mund të shterohet. Në vend të kësaj, dituria është një thesar i përjetshëm që vazhdon të zgjerohet dhe rritet. Kërkimi i dijes është një rrugtim i përjetshëm që sjell përfitime të shumta për individët dhe shoqërinë në tërësi. Kur mendojmë për këtë thënie, kuptojmë se dija nuk është vetëm një grumbullim faktesh, por një forcë transformuese që formëson mendimet, veprimet dhe karakterin tonë. Na fuqizon të marrim vendime të informuara, të kërkojmë të vërtetën dhe të kontribojmë pozitivisht në komunitetet tona. Dituria na mundëson të lundrojmë nëpër kompleksitetet e jetës, të kapërcejmë sfidat dhe të përpiqemi për përsosmëri në të gjitha aspektet e jetës sonë. Imam Aliu, i njohur për diturinë dhe urtësinë e tij të pamas, ilustron rëndësinë e kërkimit të diturisë gjatë gjithë jetës. Kuptimi i tij i thellë i mësimeve fetare, jurisprudencës dhe fushave të ndryshme të diturisë e bëri atë një fener udhërrëfyes për myslimanët. Njohuritë e tij nuk ishin të kufizuara vetëm në kuptimin teorik, por u shoqëruan edhe me zbatimin praktik, pasi ai zbatoi urtësinë e tij në qeverisje, drejtësi dhe udhëheqje. Si mysliman, ne jemi të inkurajuar të kërkojmë dijen në të gjitha format e saj, qofshin ato fetare, shkencore apo intelektuale. Kërkimi i diturisë është obligim fetar, siç thot Allahu në surën Mujadile, ajeti 11. E Perëndia do t'i lartësoj besimtarët që janë prej jush, e veçanërisht dietarët do t'i ngrisë në shkallë të lartë. Ky ajet thekson se dituria është një mjet për të ngritur dhe nderuar te Allahu. Si përfundim, thënia e Imam Aliut shërben si përkujtues i vlerës së pamasë dhe natyrës së përjetshme të diturisë. Na inkurajon të kërkojmë vazhdimisht dituri, të zgjerojmë të kuptuarit tonë dhe ta zbatojmë atë në jetën tonë. Duke vepruar kështu, ne mund të zhbllokojmë thesaret e fshehura të urtësisë dhe të kontribojmë në përmirësimin e vetes dhe shoqërisë. Allahu na bekoft me aftësinë për të fituar dituri dhe për ta përdorur atë në dobi të njerëzimit.